shpresoja pafund që sot Bato të zgjojë mirë dhe të kishte mundësi të festonte Halloweenin. Dhe kur e pash që u zgjua me buzëqeshje dhe më kërkoi menjëherë banane, u lumturova. Nuk është se kaloj një natë të keqe, por e dini ju merakun kur fëmia është me viroz. E ndrova menjëherë në mënyrë që t'i hiqja thesin që e bezdis kur zgjohet. Gjyë, përzihet tani? Dhe më pas kaluam te përgatitja e mëngjesit. Sot vendosa të bëjmë pancakes bashkë, që është një nga aktivitetet që Bato ka shumë qejf të gatuaj. E vendosa të ha mëngjesin, ndërkohë që u mora me sistemimin e disa gjërave që kisha larë mbrëm. Më dërguan numrin e parë të revistës Story, duke qenë se dje nuk arrita të merrja pjesë në eventin organizuar, sepse Bato ishte smur dhe shkoi vetëm hekri. Më pas vendosa të laj të gjithë rrobat e Batos që kishte bërë pisë. Hekri u kthye shumë vonë nga eventi mbrëm dhe vazhdonte të flinte, ndërkohë që unë po bëhesha gati për të vazhduar me programin e ditës. Bresësh, mbarove. Erdha. Dhe erdhi momenti shumë pritur për t'i veshur Batos kostumin që i kam zgjedhur si vjet për Halloween. Sigurisht përgatita dhe çantën e çerdhes, ku këtë herë futa 2 ndrime. Dhe ja ku është Bato me veshjen e dinosaurit, që është dhe një nga figurat që ka më shumë qejf. Koha gjithashtu ishte shumë e bukur dhe bënte ngrohtë. Pasi e lam në çerdhe, u ktheva sërish në shtëpi, ku vendosa të marr pak kohë për veten, sepse ndihesha shumë e lodhur nga këto ditët mes virozës, punës, shtëpisë dhe gjithë gjërave të tjera. Vendosa të përgatis një çaj dhe zgjodha këtë bio organik nga Alcenero dhe dola në balkon për të lexuar pak revistën, për të pirë çajin dhe thjesht për t'u relaksuar. Dhe më pas nisa të bëhesha gati për në punë, bëra pak make-up dhe sistemova pak pjesën e përparme të flokëve, sepse i kisha kapur dhe më kishin qëndruar keq. Zgjodha outfitin e thjesht për sot, për në punë, të rehatshëm, dhe ju drejtova punës. Për lojë më të gjata më ndiqni në kanalin tim YouTube. Ciao ciao.